Territori shqiptar për datën 3 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat malore priten edhe reshje bore. Paraditja do të jetë me reshje shiu në shumicën e territorit dhe reshje bore në zonat lindore. Pasditja vijon me mod të paqëndrueshëm dhe reshje të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:14 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:14 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 18 gradë Celsius, Kukës 6 deri në 13 gradë Celsius, Peshkopi 4 deri në 12 gradë Celsius, Tiranë 10 deri në 18 gradë Celsius, Durrës 9 deri në 17 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 17 gradë Celsius, Elbasan 9 deri në 15 gradë Celsius, Berat 9 deri në 16 gradë Celsius, Korç 2 deri në 10 gradë Celsius, Vlorë 10 deri në 16 gradë Celsius, Gjirokastër 7 deri në 14 gradë Celsius, Sarandë 11 deri në 15 gradë Celsius,